Për ata që se kanë kuptu që televotimi i Olës ka qenë mashtrim, për ata kundër Olës ka qenë mashtrim, për ata që se kanë kuptu që dalja e Gresës ka qenë dytërim, mashtrim përsëri, për ata që se kanë kuptu që hyrjet e reja kanë qenë të planifikuara, mashtrim total, hajde ta dëgjojmë çka thotë Ermal Mamashi. Veç pak keni dërim, s'ko që në bo Ermali ka bo video në gatë. Angel. 10-10. 10-10. 10-10. Ngoni tash? Shkoni pra miq. Janë të kërcy njerëzit. Mos e merrni kaq seriozisht. Është loj. Dhe televizioni është mashtrim. E tha Ermali, ata që thoja une, qatë ju thëmë, Allah, tha Ermali.